Kushtetuta thot qartë, presidenti a vendit ose presidenti ka të drejtë ta mandatoj. Pra nuk thot ushtrusja detyrës ose ushtrusi detyrës. Pra është e qartë që kushtetuta kërkon që në këtë rast do duhej më njëherë pas certifikimit të rezultateve, verifikimit të mandateve, dhënies së betimit të deputetëve, konstituimit të kuvendit, zgjedhjes së kryetarit apo kryetares së re të kuvendit, dhe do duhet dhe presidentës, do duhet me prioritet presidentin apo presidentin ta kemi të zgjedhur, e ma vonë qeverin, në mënyrë që ta shfrytëzojmë rastin. Pasi të konstituohet kuvendi, kemi mundësi, sepse kushtetuta thot po ashtu në mënyrë determinuese, domethënë, dhe imperative që 60 ditë pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit mundet me shku, duhet bëhet zgjedhja e presidentit. Pra, rrjedhimisht e kemi për detyrë, sipas kushtetutës, që ta konstituojmë kuvendin, ta zgjedhim kryetarin e kuvendit dhe kryetari i kuvendit me mandat plot, pastaj brenda 60 ditësh gjitha institucionet kuvendi në një seancë të cilën duhet të jenë 80 deputetë të pranishëm për të votuar për, kundër ose abstenim, duhet të zgjedhur presidentin apo presidentin e vendit. Nëse kjo nuk ndodh, brenda 60 ditësh, fatkeqësisht përsëri vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja, të jashtëzakonshme dhe të parakohshme.